Nxjerrja e zërave, ose lirimi i zërave në formë të ofshamave, të piskatjes, e bërtimave gjatë marrëdhënies seksuale është shumë e zakonshme, shumë normale. Dhe pothuajse është prezente në shumicën e çifteve, për mos me thonë të gjitha. Është e dobishme për të dy partnerët. Kur njëri nga partnerët ofshon ose lëshon zona, mundet me qenë shumë eksituese për partnerin tjetër. Por kohën e njëjtë edhe për ato që lëshon zona ose që ofshon gjatë seksit, ndikojnë me e rrit eksitimin edhe e shton dozën e eksitimit në mënyrë që orgazma që pason pas këtyre zërave që lëshohen ose pas ofshomave, mundet me qenë shumë më ekstensive, më e fortë. Në praktikë ka raste kur çiftet vinë dhe ankohen, zakonisht njëra prej partnerëve, se niveli i performancës tyre seksuale ka rënë dukshëm si rezultat i mospatjes së mundësive të lëshimit zonave, sepse bojnë seks në një ambient ku ka edhe anëtar tjerë të familjes. Frika se ka me u dëgju jashtë dhomës fjetjev, këta i bën me qenë të ngurtë, dhe fakti që ngurojnë edhe nuk mundet me lëshu zona ose me ofsho, mundet me rezultue me vështërsi ose me pamundësi të arritjes së orgazmes të njërit nga partnerëve. Kryesisht janë partnerët vajza ose gra, që për arsye të ndryshme, ose për shkaqe sociale, religjioze, familjare të ndryshme, hezitojnë me lëshu zona, edhe pse kanë dëshirë, po mungesa e edukatës seksuale, mungesa e informatave që zërat që lirohen gjatë marrëdhënies seksuale janë eksitues dhe e përmirësojnë cilësinë e marrëdhënies, ato nuk lëshojnë zona dhe i mbajnë vete ato. Si rrjedhoj partneri tjetër që ka nevojë me një ato zona ato ofshoma, mbetet mungu dhe niveli i orgazmës është më i zbehtë tek këtu. Në shumicën e rasteve kur partnerët nuk kanë mundësi me bë marrëdhënie seksuale të zëshme, na i udhëzojmë që ata me shfryzue sa është e mundur vikendin ose ditë të tjera të pushimit dhe me shku në një vend, në hotela, motela, apo pushim krejt, ku ata atje, pa u pengue nga antar tjerë të familjes, pa pas frikën që dëgjohen nga dikush tjetër, bëhen persona tjerë. Atje lëshojnë zona, atje ofshojnë, atje përjetojnë orgazma intenzive, dhe kur kthehen shpe, pjesën tjetër prap e vazhdojnë me ritmin që e kanë pas përpara, dhe kështu ko pas kohë shkojnë, dalin, e kryjnë marrëdhënie seksuale sipas qefit tyne, pa frikë dhe performojnë më mirë. Ne e dim që në shoqërinë tonë ende ka shumë familje të mëdha, ku janë disa antar ose disa çifte brenda një familje dhe i ndajnë muret e dhomave shumë të holla. Dhe shpeshherë, si rezultat i kësaj, çiftet kanë problem në arritje të orgazmës dhe detyrohen që me lyp mundësi ose me gjetë mundësi që me u nda nga ajo bashkësi, veç për shkak të performancës apo të rritjes performancës seksuale duke lëshu zona ose duke ofshuar.